duke ardhur nga shtëpia, ka menduar ta pyes Sarën diçka. Sara, çfarë bën ti kur ke kohë të lirë? Sara në kohë të lirë luan, han e pinë, del të shtëpisë, sidomos kur ka më gjatë kohë të lirë, për shembull 2-3 ditë i kërkoj babit të më çojë edhe në udhëtime, ndonjëherë në det, në liçen, dhe tani dimri që po vjen edhe në skimë. E din sot çfarë kam lexuar? Çfarë? Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në 2 begati janë mashtruar shumica e njerëzve, e ato janë shëndeti dhe koha e lirë. Subhanallah, të vërtetën e ka thënë profeti, sa fjalë këshilluese më ka thënë, nëse njeriu është i lirë dhe i shëndetshëm, do të mashtrohet nga kjo, sepse do e humb pa ndonjë përfitim. Ne jemi fëmijë dhe duhet të dalim dhe të luajmë, por po të ndihmonim abit në punët e shtëpisë, të lexonim apo të vizatonim, do ta kishin shfrytëzuar shumë kohën. Mësuesja në fillim të vitit shkollor na pyeti se çfarë kemi lexuar gjatë pushimit. Vetëm unë dhe disa shoqjet e mia kishim lexuar diçka, të tjerët fare. Pastaj mësuesja na tha shumë bukur, sepse vërtet ju duhet të lexoni më shumë. Sikur në kohë të lirë veç vizatoja do isha bërë artiste. Tash e kuptoj pse mamit kur i them kam kohë të lirë, ajo më jep të lexoj dhe të vizatoj. Vetëm unë thoja, vend se të më thot, flej ose luaj e knaqu, më thot lexoj e vizato. A unë gjatë gjithë kohës të kisha lexuar, do isha bërë gazetare. Po ne edhe në emisionin që kemi folë për prindërit, e pamë se sa shumë prindërit na doan të mirën. Prandaj, ne me duhet mos duhet i dëgjojmë, sepse ato na flasin për të mirën tonë. Sa për kur do kishim dalë një piktore dhe një gazetare, tamam për të hyrë në Evropë. Shikues të dashur, shfrytëzojeni kohën e lirë, mos qëndroni shumë në telefona ose tableta, apo para televizorit. Përveç kur vjen koha të na shikoni, po, na shikoni. Assalamu alaikum. Nga kap stresi. Kush ka kap? Stresi. Mama se gjipim për streso. Më thot, luaje vizatore dhe lexo. Ka përma lexe tekste. A unë sikur...